Mos harroni që dëshmorët e dhanë shpirtin për një simbol, për një flamur, për një bashkim. Mos harroni këtë gjë është e shenjtë. Simbolet tona janë të shenjta, herojnë tanë kombëtar janë të shenjtë, dhe kush përpiqet t'i ndaj dhe t'i përçaj dhe t'i përdos, nuk ka për të pasur kur asnjë grimc në gjakun e tij shqiptari, asnjë grimc. Ndaj shpresoj shumë që jo vetëm si sot, po gjithmonë më shumë t'jemi bashkë për treguar se shqiptarët mbi lotët, mbi gjakun, mbi sakrificat, mbi historinë e padrejtë, din ta ngrejnë të ardhmen, din të jenë bashkë, din të jenë në një flamur, në një histori, në një traditë, në një gjuhë, siç na e ka dhënë Zoti dhe historia. Dëshmorët dhanë jetën e shpirtin për liri. Por ju e dini që gjithë që dëshmorët kanë vetëm ditëlindje. Ndaj mos harroni kur se këtu bashkë me ne dhe kudo ku flitet për shqiptari është edhe shpirti e zemra e çdo dëshmori që shpirtin e zemrën e dha për shqiptari.